Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër e motra besimtar. Nesër e enjte me 18 qershor 2015 është dita e para e agjërimit të muajit të madhërisëm të Ramazanit. Muajit që Allahu e nderoi me zbritjen e Kur'anit. Muajit të sakrificës, solidaritetit, humanitetit, drejtësisë e barazisë mes njerëzve. Të gjithë besimtarët i gëzohen atmosferës së re të agjërimit, të adhurimit e lutjeve, mëshirës e pendimit. Pra është ky muaj ku shpirtërisht përjetojmë të mirat që ngërthen agjërimi i Ramazanit. Kjo forcë morale shpirtërore e agjërimit motivon njeriu në respekt e dashuri edhe më të madhe ndaj Zotit dhe njerëzve në përgjithësi, ka se kjo disiplinë morale hap zemrat e besimtarëve që të pranojnë porositë e Ramazanit, e të cilat trokasin thellë ndërgjegjen e çdo besimtari, duke rizgjuar ndjenjen për vepra të mira dhe largim nga veprat e liga. Pastaj formon personalitetin dhe karakterin e tij të pathyeshëm për bamirësi, sinqeritet, ndihmë ndaj jetimëve, të varfërve dhe të gjithë atyre që janë në nevojë. Duke pasur bindjen e thellë se agjërimi e shtyn besimtarin që të përkujtoj edhe më shumë çastet e kërkimit të llogarisë ndaj vetvetes në raport me Zotin krijues. Dashurisë së sinqertë ndaj Zotit. Ai edhe e frymëzon atë me një kuptim kreativ të shpresës dhe shikimit optimist ndaj jetës. Agjërimi e pajis besimtarin me një virtyt të qiltër, me një vetëdije vigjilente dhe të shëndosh, me dorim e zemërgjërsi, me moral e edukat të fortë. I mëson njeriu të frymën e unitetit dhe të vëllazërisë mes njerëzve, duke përgatitur një shoqëri solidarizuese ku mbretëron dashuria, respekti e siguria. Agjërimi thërret në solidaritet në mes njerëzve është kundër çdo fanatizmi e krimi. S'ka pikë dyshimi se ignoranca, keqkuptimi, zemër e prishur e bën njeriu armë për trazira, ndaj bote edhe në të kaluarën, por edhe sot, u dëmtua keq nga këto dukuri destruktive. Duhet ditur se njerëzit nëse nuk i bashkon në vërteta, do t'i përqaje pa vërteta. Nëse nuk i bashkon adhurimi i Zotit, do t'i coftoj adhurimi i djallit. Të nderuar vëllezër e motra. S'ka dyshim se ky muaj është muaji i Kur'anit, ku ne mbështesim konceptet e moralit, dashurisë e mirësisë, përkushtimit, sakrificës e paqes. Allahu xhaleshanu thot: muaji Ramazan që në të filloi të shpallet Kur'ani, është udhërrëfyes për njerëz, sqarues e rrugës së drejtë dhe dalluesi të vërtetës nga gënjeshtra. E kush prej jush e përjeton këtë muaj, le të agjëroj. Mbaron citati. Prandaj, le të jetë ky muaj stimulim për zemrën dhe shpirtrat tanë, për përkushtim dhe forcim të besimit në Zotin. E ky përkushtim le të na shërbejë si rast i shtrirjes së dorës së ndihmës për të gjithë ata që kanë nevojë. Pra le të tregojmë solidaritetin dhe mirëkuptimin, dashurinë dhe mëshirën, sidomos ndaj fëmijëve jetim e skamnor, të cilët pa fajin e tyre kanë humbur shpresën për një jetë më të mirë. Pra Ramazani është rasti më i mirë që t'i kthehemi Krijuesit, për ta kuptuar sa më mirë misionin tonë në tokë, për të dhënë domethënie jetës që ne adhuroi i Madhi Zot. Ndërsa Islami është udhëzim hyjnor që e shoqëron njeriu gjatë gjithë jetës së tij. Kjo arrihet atëherë kur zemrën dhe shpirtin tonë ta kemi pastruar nga veprat e liga dhe të jemi të gatshëm që porositë e Zotit dhe Muhamedit a.s. t'i zbatojmë ashtu siç duhet. Duke rikujtuar thënien e Muhamedit a.s. paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi te, i cili thot: ai që agjeron Ramazanin me bindje, sinqeritet e përkushtim të plot, do t'i falen mëkatet e tij të mëhershme. Mbaron thënia. Kam kënaqësinë që në emër të Kryesisë së Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, institucioneve të saj, së në emrin tim personal, që uroj këtë muaj të agjërimit gjithë besimtarëve islam në Kosovë dhe jashtë saj, por dhe gjithë vëllezërve e motrave tona që përkohësisht janë jashtë atë dhëut. Urime muaj i bekuar i Ramazan.